Partia Socialiste ende nuk ka një emër për avokatin e popullit. Përmes një deklarate për mediat, kreu i grupit parlamentar Tauland Balla i bëri thirrje partive politike që të ulen dhe të zgjedhin me konsensus kreun e ri të institucionit. Kuvendi i Shqipërisë, legjislatura aktuale sapo ka filluar punën, me njëherë komisioni përgjegjës ka bërë shpalljen. Deri sot në orën 12 të natës kanë të drejtën të depozitojnë të shprehin interesin. Fokusi i mesazhit sot duhet jetë për tre grupet parlamentare të opozitës, të cilat janë në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, prej nesër, pas nesër, kur të mblidhet komisioni i përgjegjës për vlerësimin e kandidaturave, propozimi im është institucionalizimi i një komunikimi opozit-mazhorancë në funksion të dhënies fund të kësaj situate të papranueshme që një institucioni kushtetues si avokati i popullit ka mbaruar mandati dhe Kuvendi i Shqipërisë nuk e ka zgjedhur ende. Për buxhetin e vitit 2026, Balla tha se pritet që ta përmbyllin brenda 15 ditëve të para të dhjetorit. Nisur nga nevoja që kanë që këshillat bashkiak, pra bashkitë e vendit të miratojnë dhe ato buxhetet e tyre para 31 dhjetorit, na duhet që në një punë intensive 30-40 ditë, siç është dhe tradita parlamentare. Teksa u ndal tek dy komisionet e posaçme, zgjedhorja dhe territorialja, Balla i bëri thirrje opozitës të dërgojë emrat e anëtarëve për të nisur nga puna.